Po patjetër, se ti thuash ti, dëgjoj, të arrish ti thuash dikujt në studio që partneri im ka shumë dëshirë të të njohi, ka dy. O më pëlqen mua, o do të qarohet me... Ne komentojmë Lora. Do të ishi këto paqartësit që ke dhe këtë dyshimin që ke ndaj marrëdhënies time me Limin. Mua më pëlqen shumë që këto partnerët tuaj kanë shumë dëshirë. Siç keni potencialin, e dashur. Siç keni potencialin. Me që ke dëshirë më ka njohësh. Kjo ma konfirmon akoma më shumë mendimin që po, ti duhesh ishe përjashtuar me kohë. Një sekondë, Eltoni mbaroj. Kesi më dëgjoj me vëmendje. Ju keni dëshirën për të qenë partneri njerë. Beni ecën vetë, të këshilloj të shikosh filmin Beni ecën vetë. E kam parë. Dhe ta bësh filmin Beni ecën vetë, Kesi ecën vetë. Unë gjithmonë kam ecën vetë, Elton edhe ti ecë vetë dhe mos ofendon femrat. Kesi, qarë do me thënë kjo? Kesi, qarë do me thënë, partneri im ka shumë dëshirë të të sepse nuk i ka hije një burri mendoj unë, që të ofendoj femrat. Më gjenj një ofendim që unë të kam bërë ty. Për çdo gjë që ke thënë ti këtu është ofendim. Më gjenj një ofendim, një. Dhe në qofë se ti ke një ofendim nga ana ime, unë qojmë këtu dhe hiki. Ma gjej tani, një të vetëm. Jo, stop. Një ofendim të vetëm. Regjia, o më nëzirni një ofendim, ose unë qojmë edhe hiki. Elton, unë kam dëshirë që... Të falja partnerit, kalov shqirë, do vit të t'i bëjt falat nga afer. Faleminderit. Kesi, e para është fjali e gabuar dhe unë do doja që të thoje ndjes. është shumë e thjeshtë të duar dashuri të thuash ndjes. Duhet të mësojmë ta themi ndjes. E them unë në vend të Kesit. Ne jemi në spektakël, jemi miq dhe do jemi çdo. E kemi nga regjia dhe lajmin e Eltonit, deklarata e fortë. Pikërisht pra. Edhe unë këtë dua të të vërtetoj, Elton, se unë këtë nuk e kisha parë, që unë nuk jam asgjë me Lim Hoxha.